Në kuadër të simulimit ndërkombëtar Flood North Albania që po zhvillohet në Shkodër, me pjesëmarrjen e 13 vendeve nga Europa, ku në fokus është testimi i gatishmërisë së forcave të emergjencave në rast të fatkeqësive natyrore, pjesë e saj janë dhe forcat emergjente nga Kosova. Definitivisht që vlen shumë, është shumë domethënës për ne, sepse jemi dy vende të cilat jemi me një kufi, domethënë për nga hapësira gjeografike, mirë po është edhe një mundësi e cila na mundëson me i testu kapacitetet tona për reagim në rast të përmbytjeve, po njëkohësisht ofron edhe mundësi për shkëmbim të përvojave me vendet pjesëmarrëse nga mekanizmi i mbrojtjes civile. Sipas drejtorit ekzekutiv të emergjencave të Kosovës Metaj, kjo stërvitje i shërben për rritjen e eksperiencës emergjencave të Kosovës. Po ne qëndrojmë mirë me kapacitete, do thotë ne kemi edhe kapacitetet e mbrojtjes civile të integruara edhe në ushtri, mirë po edhe jemi në avancimin e tyre. Për momentin kemi kapacitete aktuale dhe kjo është një mundësi e mirë edhe për testim të tyre kapaciteteve. Ashtu si Shqipëria dhe Kosova prej disa vitesh janë pjesë me drejta të plota në mekanizmin evropian të mbrojtjes civile. Në këtë mekanizëm janë përfshirë pjesa më e madhe e vendeve të kontinentit, ku në rast të emergjencave anëtarët e tij japin ndihmë të menjëhershme. Jam i impresionuar edhe me planifikimin, organizimin dhe ekzekutimin e ushtrimit. Mirë po mësojmë nga këto përvoja, gjithmonë domethënë ekziston mundësia e nxjerrjes së mësimeve të mësuara për të përmirësuar procedurat në të ardhmen, që të jemi më të gatshëm për të përballur me qofshin ato fatkeqësi natyrore ose fatkeqësi tjera. Deri me 12 prill janë planifikuar të organizohen stërvitje të ndryshme dhe forcat që marrin pjesë do të inskenojnë ngjarje të vërteta.